Pas gati 3 dekadash martesë, një nga çiftet më të njohura dhe më të përfolura të politikës shqiptare ka vendosur t'i japë fund lidhjes së tyre. Divorci i Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit është zyrtarizuar dhe burime nga brenda sallës së gjyqit zbulojnë përplasjet e forta mes dy ish-partnerëve. Nuk kishte më kthim. Çdo urë ishte djegur. Përplasjet ishin bërë aq të forta, saqë edhe vetë gjykata mbeti e tronditur nga tensioni mes tyre. Thuhet se Meta, i larguar prej kohësh nga banesa bashkëshortore, ja kishte lënë shtëpinë Monikës dhe ishte zhvendosur në një hotel, ku qëndroi për muaj të tërë, deri në momentin kur u arrestua. Por edhe pas hekurave, vendosi të ishte i pranishëm në seancën finale të divorcit, për ta mbyllur këtë kapitull me sytë e tij. Në një postim të fundit në rrjetet sociale, Monika publikoi një foto me macën e saj të zezë me mbishkrimin: "E vetmja që më ka qëndruar besnike dhe nuk më ka braktisur." Një thumbim i drejt për drejt ndaj Ilirit? Ndoshta po. Ndoshta ishte mënyra e saj për të dhënë një mesazh të qartë: lojaliteti nuk ishte më pjesë e kësaj martese. Por çfarë ishte pikërisht ai moment që theu përfundimisht marrëdhënien? Burime nga gjykata tregojnë se Meta shpërtheu me akuza të rënda. Nuk e fal kurrë. Shkatërroi gjithçka që ndërtuan për vite me radhë. Ai e fajson Monikën për rënimin e karrierës së tij politike, veçanërisht për vendimin e saj për të djegur mandatet e deputetëve, një veprim që ai e kishte kundërshtuar fort. Nga ana tjetër, Monika nuk mbeti pa përgjigje. Ajo ka deklaruar: "Iliri është ndonjëherë naiv. Beson shumë njerëz që e manipulojnë." Një tjetër goditje e fortë që dëshmon për mungesën totale të besimit dhe partneritetit në fundin e kësaj historie. Sot, emrat e tyre nuk lidhen më me bashkëshort, por me një betejë të përfunduar në sallën e gjyqit. Me zemra të thyera, akuza dhe hije të së kaluarës që do të mbeten gjallë. Faleminderit që na ndoqët. Për më shumë lajme interesante bëjini subscribe kanalit tonë.